shqiptar, hec dori me numrin e telefonit. Numrin e telefonit 068 990 50. Vin vetëm hallë dhe shqetësime nga populli i Shqipërisë. Dhe fillon me pak këtë hallë, jemi këtu në parkingjet e Paskuqanit. Parkingjet e Paskuqanit. Shikoj pak këto foto, jemi brenda lagjeve në Paskuqan dhe shiko se si parkojnë o vlla. Një sekond, këto nuk janë parkime. Këtu po lozin domino me makina. Ja, kujke. Shive dopjo 6. Shive fush. Bravo. Ska lidhje këtu me parkimin, no zotri. Edhe dy makina duen edhe bëhet domino. Dhe vazhdo me tjetrën. Tani shiko pak se na kanë ardhur pamje nga Ksamili o vlla. Nga Ksamili po? Dhe shiko pak vlla se si kanë bërë punët thotë zotria këtu në Ksamil. Po qa kanë bërë? Thyen qafën o vlla, thyen qafën. Pse thyen qafën? Po kanë futur kablot dhe nuk e kanë rregulluar dhe sistemuar, siç i bëjnë punët tonë në Shqipëri. Po ta them unë se i kanë pa me sytë e mi. E di si i kishin bë, si sushi, gjithë pilaf. E keni të mushme me pilaf. Po kondorogje. Nga zona Andezja me dhe vet e kemi çik qef pijen. Dieta i mua. Po tani o do punosh, o do pish. O do pish, o do punor, se po i bëre dyja bashkë i bën atë punës. Tani kaloj çika jo video që kisha qefuna, fota, qa ishte kje, Durrësi. Foto nga Durrësi, lagja 13 shqiptar. Po qa problemi kishte më? Nuk na kanë bërë kanalizimet. Dhe detyrohemi që atë gjën që bën ti, unë edhe populli shqiptar në banjo. Po, në shtëpi. E bëjmë në borë. Normal. Normal në borë do e bëjë, qatë keqe ka që e bëga në borë me? Së po më sa ke në shtëpi? Një sekundë, vetëm ata lartë qeveritarët, ata e kanë luksin vlaj që ta bëjmë brënda. Ne, populli thjesht duhet hesim që ta bëjmë. Pastaj qatë keqe ka ta bëshke bëtha pema, së më falë të shprejë. Fire freslik plus shkon për të bërë atë gjën, i flet edhe komshiu. Qa bërë, mirë, si e kalove. Në shtëpi meret fryma për le.